Seanca e Kuvendit me të vetmën pikë të rendit të ditës, shqyrtimi i mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, nisi me vonesën e deputetëve të PDK-s, të cilët ishin në mbledhje për të marrë vendim se si do të veprojnë me këtë mocion. Në cilësinë e partisë iniciuese të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, deputetja Nismës për Kosovën Valdete Bajrami arsyetoi se pse duhet të bjerë kjo qeveri. Marrëveshja nënshkruar në Bruksel me Serbinë, konkretisht marrëveshja e Bashkisë së Komunave Serbe, doli të jetë në 23 nëna në kundërshtim me frymën kushtetuese të Kosovës. Kështu e ka konstatuar Gjykata Kushtetuese e Kosovës. Marrëveshja për demarkacionin me malin e Zi. Mos funksionimi i kuvendit dhe i qeverisë. Reagoi kryeministri Sa Mustafa, përmendi sukseset, siç tha të shumta të ekzekutivit. Qeveria Dërëmetani ka proceduar këtij kuvendi 165 projekt ligj. Qeveria ka marrë vendime shumë të rëndësishme. Qeveria ka nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian. Qeveria e ka miratuar marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me malin e Zi. Qeveria ka ndërmarrë reformat më të mëdha dhe më të substanciale financiare të pranuara tërësisht nga biznisi. Drejtimi i gishtit, përfaqësimin e qeverisë që unë udhëheq, është tentim për të kamufluar realitetin, është tentim për të shpërblyer ata që kanë abuzuar me paranë publike. Kriju ekzekutivit, shumë nga dështimet ja atribuoi PDK-s gjatë qeverisjeve të kaluara. Në qeverinë time nuk ka aferan për asnjë individ. Prandaj unë mburrem me njerëzit me cilët kam punuar. Janë njerëz të mirë, janë njerëz të dishëm, nuk janë kriminal, nuk janë bandit. Sa i përket vendimarrjeve më të larta, unë atë e adresoj te kuvend. Sepse asnjë mbledhje këtij kuvendi s'ka filluar me kohë, ashtu siç filloi edhe kjo mbledhje. Më shumë deputetët rrinë bife se sa rrinë në sallë. Dhe qeveria këtë nuk mund ta, qeveria këtë s'mund ta korrigjoj. Shkëndijat e para të përplasjeve midis partnerëve të koalicionit u panë që në diskutimet e shefave të grupeve parlamentare të PDK-s dhe të LDK-s. Që nuk isha pas dëshirë, kryeministër me prezentu sot vetëm disa bashkëpunëtorë tu. Edhe sot, pavarësisht këtij mocioni, do të dëshiroja që ti sot të jesh përfaqësues i bashkëpunëtorëve tu, i partisë tënde, i koalicionit qeverisës, i institucioneve të Republikës Kosovës dhe kryeministrit gjithë qytetarëve. Kemi pas ngecje që lidhen drejt për drejt me përgjegjësitë tona si institucione. Kemi qenë të vendosur që në plan të parë të kemi vullnetin e qytetarëve dhe interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Andaj ju ftoj që sot ta përkrahni këtë vullnet. Në një formë po pajtohem me Zenunin vetëm kësaj unë po e them. E vërtet, konsiderojmë që ka pas ngecje në Krim të organizuar, e vërtet që ka pas ngecje në mos sundim të ligjit, do të thotë ka sundim më shumë të ligjit, e vërtet që jo ngecje po ka pas zhvillim ekonomik dhe parametrat u thanë nuk du me përsërit. Të ashpër në diskutime se pse kjo qeveri duhet të bjerë dhe të shpallën zgjedhjet e parakohshme ishim përfaqësuesit e opozitës. Çka bëri në fund ky njeri që e kemi kryeministër? Në fund ky njeri për hir të Kolltukut, njërin prej tyre e bëri krye parlamentar, tjetrin prej tyre e bëri president, ashtu që vetë të bëj kryeministër. E megjithatë më duket aq qeveri e mjerueshme, sa që nuk ka fare nevojë madje ta arzosh, sepse është bërë gati ta arzoj vetveten. I tham zotit kryeministër, kjo qeveri ka qenë ndër qeveritë më të dobta, më të plagështa që ka përjetuar qytetari i Kosovës. I tham kryeministrit që gjitha ato që i tha janë të pavërteta. E janë të ecim drejt zgjedhjeve të parakohshme. Na mund të thash edhe një orë, edhe një javë këtu me debatu. Qeveria e Republikës Kosovës, kjo të anishme, nga disponimi që sot u pa në Parlamentin e Kosovës ka rënë, t'ja shkurtojmë dhimbjen e pa nevojë e këtu gjujtit pa nevojshme. Shkojmë drejt votimit të mocionit.
Ajo që ra më së shumti në sy gjatë kësaj seance ishte shpërthimi dhe akuzat jo të pakta të deputetit të LDK-s Anton Quni ndaj PDK-s, sidomos Kadri Veselit. Tha se dëshiron t'i shoh prapa grilave, madje përmendi edhe luftën e UÇK-s. Për gjitha ato shantazhe, për gjitha ato manipulime që i keni bërë, ju po më detyroni të qëndroj këtu deri se t'ju shoh juve prapa grilave. Ju ato i keni vendin. Nuk është ky emocioni opozitës, kjo është emocioni juji. Kur ne këtu ishim të rrezikuar nga gazi lotësjellës, nga goditjet, ofendimet, sharjet e tjera, ju fare nuk u kujdeset për sigurinë e deputetëve. Kryesorja për ju ishte që ju për vetveten e siguruat maskën që ju mbron nga gazi lotësjellës. Por fare nuk ju interesoj siguria e deputetëve. Të tillë keni qenë edhe në luftë. Ju vini një formacion i cili duhet të jep përgjegjësi para qytetarëve të Kosovës. Vëllazëria fole si profet, as si heru, as të mora vesh kur që po, me gjithat të vazhdojmë seancën e për këto që ka fole, flasëm kur dush edhe si të duash. Sa mos u befaso se Anton Quni dhe Adem Salia janë tha dëshmitar në gjykatën speciale. Më vjen shumë keq, po këto kur se kësha prit, edhe janë befasu shumë. Zotri Quni nuk po du as me qitë keq, se thjesht e din që kam shumë respekt, veç unë të kësha lutë shumë me dal me demantu para kolegëve tua. Ndërgjegjen më të madhe e thamë se kur nga asnjë institucion i drejtësisë vendor apo ndërkombëtar nuk jem thirrur në bisedë apo çfarë do formatit bisedës si dëshmitar apo si i akuzuar. Unë po them me përgjegjësi të plotë që askush deri më sot as nuk më ka kontaktuar, as ka biseduar, as ka kërkuar deklarat, edhe është plotësisht e pavërtet ajo që tha Ganimetja këtu. Po ka që ashpër ndaj PDK-s ishte edhe deputetja LDK-s Vjosa Osmani. Para se të flisja unë, askush nga ju se mori guximin që t'i përgjigjej akuzave drejt për drejt atë kryeministrit. Kështu që në vend se t'i përgjigjeni fjalës sime, përgjigjuni atyre akuzave dhe bëhuni bashk në thirrjen që organet e drejtësisë qysh sot të fillojnë hetime për ato fjalë dhe për ato akuza të organit më të lartë ekzekutiv. Reagoi kryeparlamentari Veseli. Koncentrohemi kësha lutë në mocion, çështjet që janë me drejtësi, edhe që janë private bartni jashtë parlamentit, që se keni guxim edhe i keni burri edhe keni dignitet. Debati i nxehtë vazhdoi edhe kur e morën fjalën deputetët opozitar Daud Haradinaj dhe Recep Selimi. S'kem shka me ju bo, edhe kështu që shna kaloi Isa një farvakti për i vlanit, i ki natën edhe shkoj të PDK-ja, po më vjen mirë që PDK-ja për ja këthen me të njëjtin ritëm, qyshja pa të bo Isa pa të mirë se i dhët mrena natës. Kërkoj për juve gjithve, qitën në votim mocionin, mëse zgatni shumë, caktoj e ditën e zgjedhjeve, rrjedhe me edhe ditën e fërshatës, takohemi atje. Edhe deputeti i PDK-s Shaib Muja ishte një nga përkrasit emocionit të mosbesimit të qeverisë. Partia Demokratike mbetet akademi për shumë kënd. Ne e kemi pështu turpin e paralizës politike, që vlani të dhequr bashkë nga ky kryeministër e ka bezerit krejt Kosovën. Pak para votimit, kryeministri Mustafa doli edhe njëherë në foltore. Edhe vlerësoj që ky parlament meriton të ketë njerëz që punojnë për interesat vendit, që i qojnë proceset përpara. Më vjen mirë që hera parë po shoh që janë shumica këtu në kuvendin, nuk janë jashtë në sallës kuvendit, prandaj ju falenderoj dhe ju uroj shëndet, ju uroj që ju të vendosni sipas bindjes. Por, nga sot e tutje, qeveria drejtuar nga kryeministri Mustafa më nuk ekziston. Kemi ratoj emocionin e mosbesimit ndaj qeverisë e Republikës Kosovës.